Ky problemi i diskrepancës mes notës edhe dijes, a është veç te shqiptarët, a është edhe te maqedonët? Kjo është do të thotë ulëmtimet, po jo vetë statistikat që jepen, do të thotë i ka edhe Ministria e Arsimit, Biro e Zhvillimit të Arsimit i ka, do të thotë, edhe këto janë statistikat të cilat shkollat i futin në sistemin, si ekziston sistemi do të thotë elektronik i të dhënave që i futin, ne që i quajmë ditar elektronik, edhe të dhënat e emisit do të thotë që janë. Krejt këto tregojnë diçka për rezultatet që i kemi, por asnjëherë do të thotë jepen ka statistikat edhe në të kaluarën që jepen për çështjen e rezultateve, disi i ikit asaj që në Maqedoni të tregohet se dallimi i strukturave të ndryshme, dhe fjala se cilat janë rezultatet e shqiptarëve, maqedonëve, turqve, kështu me radhë dhe nacionaliteteve tjera, edhe kjo është pak brengose, se gjithmonë ne identifikohemi me atë se si populli maqedonik. Edhe ky është rezultati. Mirë, po ka ulëmtime ndërkombëtare të cilat janë shumë të qarta, që tregojnë se dallimet edhe të nacionalitetet, se sistemi arsimor që ka arsimi që zhvillohet gjuhë shqipe, gjuhën maqedone, turke kështu me radhë. Edhe ekziston ka një dallim, tash nuk do t'i tregoj edhe herë, po jo është në dallim, do thotë kemi ngecje edhe ne te ato rezultate. Do thotë përveç asaj që kemi ngecje në nivel ndërkombëtar si shtet, kemi ne shqiptarët ngecje do thotë edhe në nivel shtetëror